Në vigjilje të Krishtlindjeve është shënuar një fluks i shtuar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Sipas informacioneve nga autoritetet doganore, fluksi është kryesisht në hyrje të territorit shqiptar, pasi shumë shtetas shqiptar po kthehen në HD për të festuar Krishtlindjen dhe vitin e ri pranë familjarëve të tyre. Shtetasit shqiptar që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në vendin tonë raportojnë për vonesa të gjata në doganën greke gjatë hyrjes në Shqipëri. Sipas tyre, pritjet në kufi kanë zgjatur nga 1 deri në 3 orë, duke krijuar vështirësi dhe lodhje për udhëtarët. Megjithse me vonesa, shumica e tyre kanë vijuar udhëtimin drejt qytetit të Korçës, ku kanë rezervuar qëndrime në hotele për të festuar Krishtlindjen. Të lodhur. Kemi 2-3 orë që rrim këtu. Në doganën greke Në doganën kishte. Po ka dhe punonte policia greke? Punojmë 6 sportele. Te Siraja jo nuk punonte dhe aq, te tjerat më shumë ecte. Kemi gati 2 orë që po pres. Po pse kishte fluks? Është rradha. Keni ardhur për festa në Shqipëri? Po, sigurisht, gjithmonë. Ku do ta kaloni festën? Tani në Korçë këtu. Gëzuar që po vini në Shqipëri? Shumë të gëzuar. Shumë. Ku po shkoni, në cili qytet? Tani jemi na 2 ditë në Korçë, kemi mbyllur një hotel, pastaj jemi po në Fier. Po, jo dhe shumë, po një ajor. Kishte fluks? Po ka. Shumë keq. Shumë keq. Pse? Me lodhëm. Lodhje me bloqet edhe dogana vonesa në dogana greke. Kishte shumë fluks? Fluks i madh, më shumë vonoi dogana greke. Vonoheshin kontrolluara na greku. U vanum gati këtë dore gjysmë për radha madhe. Po pse? Shumë radhë. Ku diun ne më thonë shumë ka shumë makina. Erëm ke rreth këtu mbrapa ikshim me të ikim gati 3 kilometra po. Ku do shkoni tani? Në Elbasan. Keni ardhur për të festuar festat? Pa, për të festuar vitin e ri. Ku do ta kaloni? Me familje? Ke familje këtu, në Elbasan. Aktualisht po punohet me 3 sportele në hyrje dhe 2 sportele në dalje, ndërsa janë në funksion edhe 2 sportele të posaçme për autobusët. Sipas të dhënave zyrtare, ka nisur edhe regjistrimi me procedurë të përshpejtuar për mjetet me targa greke.